Lumir Abdigjiku duhet ta shëroj veten nga idetë e magjisë Shtrigau, sikur një komplot i madh po organizohet rreth tij. Përveç vetvendosjes që e dëshiron LDK-n e vogël, sepse ashtu rre e madhe ajo vet, gjithkusht tjetër sot në Kosovë e kërkon një LDK që rritet, sepse fitohet një vetvendosje që bie. Si shtregohen në sondazhet e UBA-s ndër vite, e vetmja herë kur vetvendosja kishte prekur shifrën 32%, ishte atëherë kur LDK-ja shkonte të 20%. Pra, veç një aktor preket nga rritja eventuale e LDK-s, vetvendosja. Veç një aktor është interesuar ta mbajë LDK-n poshtë, vetvendosja. Veç një aktori i intereson një LDK me rezultate të dobta e pandryshime, vetvendosjes. Dhe kur Lumir Abdigjiku me disko politikën e tij nuk tregon troh gatishmërie për reflektim, derisa kërkon konformizëm të tmerrshëm e servilizëm pa kushte, brenda partisë, veç një aktor i shërben, vetvendosjes. Rezultati skandaloz i zgjedhjeve të fundit i Lumir Abdigjikut, ku brenda pak muajsh humbi afër 50.000 vota, i kërkon atij me patjetër të sakrifikojë diçka. Dhe në vend të sakrificës personale të largimit me dinitet, duke u qëndruar standardeve të cilat i proklamonte me aq krenari kur erdhi në krye të partisë, ai ka vendosur ta sakrifikojë të vërtetën e bashkë me të edhe partinë. Ka një standard me LDK që është vendosur për tjerëve që në rezultate të rënda e jo të mira largohemi, vazhdojmë vitin. Para kush shumë rënd, largohet dhe nuk është standard që s'mund ta kthesh më. S'ka diskutim, vet antarëve të LDK-s u takon të vendosin fatin e partisë. Ama ne të tjerëve na takon të mos e sakrifikojnë vërtetën për përfitimet eventuale të Lumir Abdigjikut. Sa për ta bërë të qartë qysh në fillim, largimi i Lumir Abdigjikut nuk garanton kur farmakollie, por jep shanse, sepse Lumir Abdigjiku nuk humbi se provoi diçka e nuk funksionoi. Ai humbi sepse nuk provoi asgjë. Dhe kur i kërkohet llogaria që vetë garantonte Abdigjiku, nuk është se vendosim ne diçka, por thjesht ngrem një pasqyrë ku Abdigjiku mund ta shohë reflektimin e humbjes vet. Për te atyre servilve me mendje të rrëzuar e shpirt korruptum që i thojnë mirë ki kryetarti. Normalisht, në një ambient sëmur politik, atmosferë të deformuar morale, rrena e mashtrime si këto edhe tolerohen. Por ideja ishte që mjaftueshëm kemi vetvendosjen për barbaritet në politik. Si fillim, çështja në dorëheqjes se ngriti vetë Abdigjiku, natën e zgjedhjeve, kur i thyer nga rezultati, deklaroi se të gjitha janë për diskutim. Natyrisht do dorëheqja, pa asnjë diskutim. Dhe çfarë po thot këtu ishte në përputhje të plotë me atë çfarë kishte deklaruar në fjalimin e tij të parë kur ishte zgjedhur kryetar. Aty pohonte se kur humb LDK-ja, ndonse arsyet mund të jenë të shumta. Arsyen e vërtetë dhe të vërtetën e vetme e gjejmë tek vetvetja. A u pagua nga dikush Abdigjiku kur kërkonte aty t'i gjej arsyet tek vetja, dhe a u pagua edhe pas rezultatit zgjedhjev kur ofronte dorëheqjen? Jo. Atëherë, pse që kanë mercenar e të pagum ata që thonë saktësisht të njëjtën sot? Por problemi i Lumir Abdigjikut nuk është veç ky rezultat i dobët të zgjedhjeve të fundit. Është filozofia që e ka quar të ky rezultat dhe kjo shije qysh në start. Së pari, besoj ju ka rënë sy statusi para disa ditësh i Lumir Abdigjikut, i cili derisa fliste për LDK-n, pas tjera shkroi edhe se kjo shtëpi e ka antarësinë që e do pa kushte, që e mbron nëpër ditë të vështira, nëpër sulme, nëpër zhgënjime. E vërtet, por ti nuk je ai njeri, ti nuk je ai antar. Madje, në ditët më të rënda të lidhjes demokratike të Kosovës, kur e njëjta u tradhtua nga Albin Kurti, i cili i adhunoi marrëveshjen politike duke ja shkarkuar një ministër pa njoftim paraprak, Lumir Abdigjiku, si përfaqësues i LDK-s në koalicion, nuk pati asnjë kritikë të vetme për Kurtin. Pra, nuk e deshi LDK-n pa kushte, nuk e mbrojti nëpër sulme. Bile, në kohën kur Kurti akuzonte LDK-n për prishje të koalicionit, paçka se vetë inicoi me që i duhej politikisht, Abdigjiku në seancën e gjatë të 25 marsit vitit 2020 nuk e foli asnjë fjalë në mbrojtje të partisë. Ai më pas vazhdoi distancimin nga partia, duke refuzuar të bëjë pjesë e kabinetit qeveritar të bashkëpartiakëve të tij. Dhe kur partia e tij arriti marrëveshje fenomenale në Washington me presidentin Donald Trump, Abdigjiku prapë refuzoi t'ia jap kredit. Marrëveshje që më vonë vlerësua edhe nga Vjosa Osmani. Dihet, ajo kur ishte arritur kjo marrëveshje, e kishte konsideruar si tradhti për Kosovën, pa nejse. Washington Agreement has been implemented, but where I see more potential is going well beyond the Washington Agreement. Pra, në këtë kohë, dallimi vetëm mes Lumir Abdigjikut dhe Vjosa Osmanit ishte se ajo doli edhe zyrtarisht me vetvendosjen, kurse ky vazhdoi të qëndrojë në LDK.
por asesi të thoshte një fjalë të vetme negative kundrejt Kurtit. Edhe më shumë, pasi u bë kryetar, ai filloi kritika të rënda për LDK-n. Në funksion kjo trofimit të Albin Kurtit, se si LDK-ja prishi qeverinë midis pandemisë. Ma e rëndi kishte prishja e qeverisë në kohë pandemie. Lomir Abdigjiku, po të kishte pak dije politike, ama veç pak, do duhet ta kuptonte se LDK-ja me atë prishje të asaj qeverie, formimin e Teres, shkuarjen në Washington, nënshkrimin e marrëveshjes dhe paraqitjen si partner serioz e i besueshëm para një presidenti atipik si Donald Trumpi, do të shënonte veprimin më të mençur politik e aktin më të lartë patriotik, qysh prej 1993-s kur Ibrahim Rugova, për kundër presioneve, me mençuri e patriotizëm, refuzoi të futej në zgjedhje në Jugosllavi, sepse pjesëmarrja eventuale në zgjedhje do ta delegjitimonte gjithë procesin e sistemit paralel, duke hequr dorë nga një arritje që ishte përtej simbolike, dhe në anën tjetër do ta legjitimonte apartheidin që politika serbe ushtronte mbi shqiptarët e Kosovës. Po Lomir Abdigjiku nuk i merr vesh këto, sepse në politik ai nuk e përcjell Ibrahim Rugovën pa Albin Kurtin. Prandaj ai bëhet me Kurtin e jo me filozofinë rugoviane, kur Kurti si një çarraman i përdal qirrej në parlament se kush shkon në shtëpi të bardh po ja fut thik hartës Kosovës. Fliste kështu Kurti për një mik e një misi që me aq delikatesë e pati kultivuar Ibrahim Rugova. Ama Abdigjiku t'i duke gabim që kurrë duhet përsëritur. Nuk do të përsërisim pra gabimin paraprak të futjes në qeveri për afate të shkurtra, më pas për të marrë rezultate jo të favorshme elektorale, interesi dhe kësaj është para së gjithash. Akoma më shumë, Abdigjiku, për të dëshmuar sa i mbërthyer me logjikën politike të Albin Kurtit është, ndër veprimet e para si kryetar, shkon e degdis Agim Veleun, njeriu që paraprakisht e pati larguar Albin Kurti nga ministria. Ama Abdigjiku është mjeshtër për diçka, dhe këtë duhet që pranojmë edhe ne, siç e pranon edhe ai vet kur thotë. është mjeshtri edhe me ul partinë. E vërtet, mjeshtri është o mjeshtër. Dhe për të aplikuar këtë mjeshtri, Lomir Abdigjiku hapi një dosje të dëmëllëkut opozitar, të asaj përmase, sa që në vitin 2023 fitoi çmimin e merituar si deputeti me më spaku prezencë kuvendit në Kosovës e me më shumë të mungesa. Sipas KDI-s që monitoron kuvendin, nga 5 deputetët me mungesat më të shumta, 4 vijnë nga partitë opozitare, konkretisht Lomir Abdigjiku me 44 mungesa. Dhe si akademik që është, për t'i arsyetuar këto mungesa, Abdigjiku gjen ta citoj një reper, Ledri Vula. Më shumë vërehet mungesa ime se sa prezenca jote. E më pas, argumenton, besoni ose jo, se ai mungon se është kryetar. Historikisht, kryetarët e partive kanë qenë më së paku të angazhuar në seanca. Bekimi, po edhe mallkimi gazetarëve është përgjegjësia primare që të jenë të gatshëm të thonë njerëzve çka ata s'kan dëshirë të dëgjojnë. Lomir Abdigjiku, që erdhi me premtimin e transformimit të partisë, e rikthimit të saj në maja, po shkon drejt rrugës së shkatrimit plot të partisë, edhe përfundimisht LDK-ja në udhëheqjen e tij mund të përfundoj si mbetja një eksperimenti të dështuar. Por unë kam veç këtë bekim, pra ta them të vërtetën e vështirë. Kurse Lomir Abdigjiku ka prapa paratë e biznesit, servilet kur është thyer goj mjalt dhe më rëndësishmja vetëvendosjen e ka prapa. Sepse s'ka investim më të vlefshëm politik për momentin vetëvendosjes se sa Lomir Abdigjiku sërish kryetari i LDK-s.